Ky përkthim i kuptimit të Kuranit i botuar për herë të parë në vitin 1985 nga Bashkia Islame e Kosovës nuk është vetëm një arritje fetare, gjuhësore apo akademike, por është edhe një dëshmi se si besimi, dija dhe përkushtimi mund të bashkohen për të bërë histori. Nga se përkthimi i kuptimit të Kuranit në gjuhën shqipe bëhet edhe më i afërt për zemrat dhe mendjet e shqiptarëve, duke hapur rrugë të reja për kuptim, adhurim dhe hulumtim të thellë. Në të vërtetë, përkthimi i kuptimit të ajeteve të Kuranit mund të quhet pasuri kombëtare për disa arsye të thella kulturore, shpirtërore dhe gjuhësore. Një kombë që ka të përkthyer kuptimin e Kuranit në gjuhën e tij, e njeh më mirë fenë dhe kulturën e vet. Ai e gjen veten pjesë të një bote shpirtërore të gjerë, pa humbur gjë nga identiteti i tij kombëtar. Përkthimi paraqet një urë mes kulturës islame dhe trashëgimisë kombëtare, duke treguar se besimi dhe identiteti kombëtar mund të bashkëjetojnë në harmoni.